Është shuar sot nga jeta në moshën 60 vjeçare publicisti Arsim Zekulli, një nga zërat më kritik të politikës në vend. Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga familja e tij e ngushtë. Me dhimbje të thellë dhe me pikëllim të madh ju informojmë se sot më 8 qershor 2026 në orët e hershme të mëngjesit papritur ndëroi jetë vëllai i ynë Arsim Sulejman Zekulli, thuhet në njoftimin mortor të vëllait të njerit Shefqet Zekulli, i cili njoftoi se ceremonia e varrimit zhvillohet pas ditën e sotme në fshatin Blac në Kosovë. Zekulli ka qenë historian i artit, ish gazetar, aktivist humanitar, përkthyes, ambasador e zyrtar në organizatat ndërkombëtare. Megjithatë, përtej detyrave që ka ushtruar e profesioneve që ka pasur në jetën e tij, Zekulli njihej në opinion si një erudit, njohës i thellë i artit e një shpirt i lirë, të cilat të gërshetuara së bashku përbënin një mendje të ndritur. Zekulli do të mbahet mend për kritikën e tij të mpret, polemikat e argumentuara e analizat me këndvështrime unike. Lajmi për vdekjen e tij është pritur me pikëllim të thellë dhe për të kanë shkruar njerëz të profileve të ndryshme, duke kujtuar veprën e tij dhe duke shprehur ngushëllime në rrjetet sociale.